Lëvizja Besa në takim me strukturat e partisë në Saraj të Shkupit, Alanca për Shqiptarët mbajti mbledhjen e 6 të kuvendit të partisë, Bashkimi Demokratik për Integrim Dega Tetov po vjen në teren procesin e strukturimit dhe konsolidimit të organeve partijake, PDSH-ja mban kuvendin zgjedhor në Haraqin. Këto ishin aktivitetet në teren të partive shqiptare këtë fundjavë, edhe pse partitë thonë se këto aktivitete janë pjesë të punës dhe plan programit partijak. Megjithatë, vërehet një mobilizim i theksuar partijak edhe pse viti 2026 nuk është vit zgjedhor. Nga lëvizja Besa thonë se me vendimin e kuvendit qendror nisën rrugën pa kthim për bashkim dhe strukturim të Vlenit, krijimin e një shtëpie të përbashkët të fortë dhe të organizuar mirë. Vlen po bëhet sepse është vullnet dhe kërkesa aktivistëve, votuesve dhe të gjithë shqiptarëve. Vullneti i shprehur në 2 palë zgjedhjet të fundit, thot kryetari i lëvizjes Besa, Bilal Kasami. Ne veçma nga mbledhja e fundit e kuvendit qendror, sollëm vendim që të pezullojmë kryesin dhe të hapim rrugën për homogenizimin e mëtutjeshëm të Vlenit dhe për ngritjen e strukturave dhe organizatës së përbashkët të quajtur Vlen. Ajo që është me rëndësi të potencojmë, që ashtu si edhe u nis Vleni para gati 2 viteve, një iniciativë nga lëvizja Besa duke u bashkuar me alternativën, pastaj me lëvizjen demokratike dhe në fund edhe me Aleancën, dhe sigurisht më vonë u paraqiten edhe shumë faktorë të rëndësishëm, edhe tash me këtë veprim ne vetëm më e dham mesazhin se Vleni patjetër që do të vazhdojë bashkë, edhe më i fuqishëm, edhe më i organizuar, edhe më i përgatitur për sfidat që na presin. Alanca për Shqiptarët e Arben Taravarit në Gostivar tha se po fuqizon strukturat dhe konsolidon partinë si alternativë serioze politike. Sipas Alancës për Shqiptarët, strategjia synon konsolidimin e brendshëm dhe ripozicionimin politik afatgjat të partisë, duke u ndërtuar si dokument ideologjik dhe programor. Kryetari i Alancës për Shqiptarët Arben Taravari në një deklaratë për media pas mbajtjes së kuvendit të 6 të partisë foli edhe për situatën aktuale politike të vendit. Taravari tha se do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare, por pa precizuar se kur. Unë nuk mund ta them me siguri. E kam thënë çdo herë se kjo më shumë të varet prej partisit e cila i ka vot. Por momentin për shpall zgjedhjet parakoshme, luksin e ka vetëm VMRO-ja pasi që kanë 58 deputet, kurse duhen 61 vot në kuvend për të shpallë zgjedhjet e parakoshme. Simbas asaj që i shohim çfarë ndodh, edhe pse deklarativisht kryeministri thotë se nuk do të ketë zgjedhjet parakoshme, intuita ime politike thotë se përsëri do të shkohet zgjedhjet parakoshme, s'du ta them kur, po mendoj se me patjetër do të vim në ashtu situatë që do të ketë nevojë për të mbajtur zgjedhjet parakoshme. Në teren ishte edhe dega e BDI-së Tetovës, nga kjo degë thanë se vazhdojnë konsolidimin e strukturave, kurse Xhelal Lika zgjidhet kryetarin e degës së lagjes i jashtë Vardarit. Degët po i konsolidon edhe PDSH-ja. Kjo parti mbajti kuvendin zgjedhor të degës në Haraqin, siç thuhet me votë unanime. Kuvendarët për kryetar të degës në Haraqin zgjodhen zotrin Ismet Sinani. Gjithashtu në kuadër të këtij kuvendi u zgjodh edhe kryesia e re e degës, e cila do të punojë në koordinim të plotë për realizimin e objektivave programore dhe organizative. Në këtë mbledhje, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi drejtoi kritika të ashpra për menaxhimin me buxhetin e shtetit, edhe ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, që ishte në qeveri paraprakisht, por edhe për koalicionin Vlen që tani udhëheq me institucionet në nivel qendror. Drejtët e shqiptarëve, gjuha shqipe, asnjë vlerë nuk kanë pamëri ne politikisht të kasa e shtetit, të buxheti i shtetit. Kjo politika e vërtetë. Qerat ngelin këtë lafe. Pse ky qëndrimi jon është shumë i drejtë dhe i vërtetë? Pala tjetër e vërteton. Maqedonët për këtë gjëra tjera janë të gatshëm të flasin. Kur vinë paret e shtetit, se paret e shtetit janë paret tona, nuk prodhon shteti pare, nuk ka maqinë të pareve që neve na i merr taksat, na i merr tatimet.
Gjersa ne nuk kemi fuqi politike brenda institucioneve, ta kemi njeriun tonë që e qojmë atje, i cili buxhetin e shtetit e ndonë në mënyrë të barabartë, ne jemi vetëm në ëndra politike të Aliametit dhe në nivelet poshtnuara të vlenit që merret me politikë. E gjithë kjo ofenziv e partive shqiptare me aktivitetet në teren vjen në kohën kur kryeministri Mickovski deklaroi prerë se në këtë vit nuk do të ketë zgjedhje dhe se vendi do të fokusohet në reformat dhe programin qeveritar. Mirëpo ai bëri të ditur se nuk e përjashton mundësinë e rikonstruimit të kabinetit qeveritar. Për plasjet e fundit mes koalicionit Vlen dhe Partisë Znam, lidhur me ministrat Limani dhe Filkov, ndikuan që në skenën politike të ndjehet një tension në rritje në prag të rikonstruimit pranveror të qeverisë.